Kanë paralajmëruar rikthim sërish në protesta masive në mosbindje civile dhe kanë kërkesat e tyre ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Shkojmë në Preshev me analisten Ardita Beluli. Zonja Beluli, përshëndetje. Përshëndetje për juve në studio. Atëherë, cilat janë kërkesat e studentëve pas protestave masive që si kishte parë prej vitesh, le të themi Serbia dhe Beogradi kanë paralajmëruar sërish që do të dalin në protesta? Po, tani më është paralajmërimi për një protestë të madhe që do të organizohet ditën e sotme, datë 28 qershor. Normalisht kërkesat e Unionit të Studentëve në Lëvizje Studentore dhe Zëvendësisje në Serbi janë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme, të bëhet dorëheqja e disa zyrtarëve të lartë për shkak të aferave të tyre korruptive. Po ashtu të bëhet kontroll mbi financimin e partive politike që funksionojnë këtu në vend dhe një transparencë më e madhe mediatike. Mirëpo, pas ripërsëritjes së kërkesave të lëvizjes studentore dhe zëvendësisje në Serbi, ka qenë menjëhershëm edhe reagimi i presidentit Aleksandar Vučić, i cili ka hedhur poshtë kërkesat për zgjedhje, por njëkohësisht ka akuzuar protestuesit edhe për nxitje dhune. E dim se tani më tensionet para protestës në Serbi janë rritur gjatë këtyre 24 orëve të fundit, kemi patur edhe arrestime para protestës. Autoritetet kanë arrestuar në bazë të informacionit zyrtar të Ministrisë të Punëve të Brendshme 6 persona deri më tani. Në përfshirë edhe një student universitar, ku sipas informatës së Ministrisë të Punëve të Brendshme, dyshohet për përgatitje të rrezikshme dhe për krim kundër kushtetueses. Pra, protestat në protesta, zonja Beluli, janë dhe qytetarë të tjerë, jo vetëm studentët. Po, në këto protesta, normalisht për protestë ka paralajmëruar edhe apori opozitar, shoqëria civile, organizata të ndryshme jo qeveritare që veprojnë në Serbi, por edhe një elitë intelektuale. Sipas deklaratës cituar të presidentit Aleksandar Vučić, ai në deklaratën për media thotë se nuk ka kushte për zgjedhje të reja, për zgjedhje të parakohshme në Serbi dhe normalisht gishtin drejton tek organizatorët, ku sipas presidentit Vučić, organizatorët e kësaj proteste nuk ja dojnë të mirën vendit dhe janë për destabilizim të vendit. Po ashtu, ka patur një reagim edhe nga tabori opozitar, opozita i cilëson arrestimet të motivuara politikisht dhe si një tentativë për fiksim, do thotë pak ditë para protestës. Sepse edhe kryetari e parlamentit, Brnabić, kishte reaguar ashpër dje, pra, duke thënë që do të vijojnë arrestimet në rast se do të zhvillohen protestat paligjshme, siç i ka cilësuar ajo. Zonja Brnabić edhe ajo ka bërë një paralajmërim për gjithë qytetarët se do të vazhdojnë arrestimet, thotë ajo ishte deklarata më njëherë pas të 6 shtetatëve të Serbisë që janë arrestuar gjatë ditës së vjeshme dhe thotë arrestimet do të vazhdojnë për gjithë ata që prishin rendin dhe qetësinë publike dhe për ata që bëjnë destabilizim të vendit dhe që merren me organizime ilegale, siç i quajnë tani më protestën qytetare paralajmëruar për ditën e shtunë. Do thotë është një tensionim i asaj siç ka ndodhur në Serbi në veçantë në kryeqytetin e Beogradit dhe na mbetet të shohim se si do të shkojë vijshmëria deri ditën e shtunë, do të kemi edhe ndonjë risi, ndonjë ndryshim. Ndërkohë, protestat që janë paralajmëruar do të jenë vetëm në Beograd apo do të shtrihen, le të themi, edhe në qytetet e tjera siç ndodhin protestën e fundit? Jo, protesta është e paralajmëruar për në kryeqendër për në Beograd dhe sipas organizatorëve është bërë edhe programi i cili do të realizohet se i përket protestave në qytetet e ndryshme të Serbisë gjatë sezonit veror. Por për ditën e shtunë protesta do të jetë fokusuar vetëm në Beograd. Ndërkohë, nga lajmërimet që janë bërë, ka pritshmëri, le të themi, nga ana e studentëve, por dhe kampit opozitar që do të ketë një pjesëmarrje të madhe në protestën që do të zhvillohet nesër?
Organizatorët e quajnë si një ndër protestat më të mëdha që do të jetë për ditën e shtunë. Për çdo detaj shohim edhe grupet që si funksionojnë në rrjetet sociale, si i bëjnë paralajmërimet, po ashtu edhe kampi opozitar normalisht që mbështet këtë protestë, pagadiqëmëri të qytetarëve të sferave të ndryshme që do t'i pashëngjiten protestës në fjalë në qytetin e Beogradit. Dhe mbetet shohim se si do shkojë rrjedhoja komplete e kësaj proteste dhe a do të kenë pengesë para protesteve që pengesat kanë filluar tani, tensionimi para protestës, arrestimet, nuk e dim se a do të reflektojnë këto arrestime apo jo, duke ditur se në mesin e 6 arrestuarve është edhe një student. Zonja Beluli, unë ju falenderoj. Falenderit, ishe kënaqësi të ishim së bashku si gjithmonë. Ditë mbar.